Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur dëgjues, shikues, admirues dhe të gjithë juve që jeni sy e vesh për të dëgjuar dhe për të parë në Pa Filtra këtu në Radar, të ftuarit që unë i përzgjedh me aq shumë selektivitet, me aq shumë elegancë, me aq shumë mjeshtëri dhe me aq shumë vigjilencë mbi të gjitha. Sot kam të ftuar një nga zërat më të njohur për sa i përket botës artistike letrare dhe përveç kësaj është një zë i jashtëzakonshëm në letërsi bashkëkohore. E kam fjalën që nuk është vetëm poete, nuk është vetëm shkrimtare, por është edhe një themeluese e jashtëzakonshme e shtëpisë botuese për sa i përket librit. Kemi të ftuar Rita Petro, përshëndetje, mirë se erdhe në Pa Filtra. Përshëndetje, Gjelona, shumë kënaqësi dhe vjen mirë që më në fund gjetëm momentin për të biseduar bashkë. Shiko, nuk më ndodh, është vërtet, nuk më ndodh shpesh të kem emocione, por unë sot pas kam emocione. Do t'i hequn pa merak, do t'i hequn emocione. Kjo vjen si pasojë asaj potencialit, konsideratës, posturës, viteve të eksperiencës të tua që pa dashur ja tashon mua këtu dhe është përgjegjësi e madhe që të marr përsipër të intervistoj një njerëz shumë të rëndësishëm. Jo vetëm letërsi, por edhe me ndikim të fortë në paqëtore, kështu që e vlerësoj shumë tolerancën, paqen, dashurinë për të rinjt, kështu që ti je e qetë me mua. Pikërisht për këtë. Dhe ne jemi fiks në Pa Filtra, ashtu sikurse edhe besoj që në shumicën e kohës mund të drejtoj me ju, me Rita, pa merak. Rita. Ti dhe Rita, pa merak fare. Super, dhe unë do t'jem më mirë akoma kështu. Mund të themi që je Pa Filtra, mund ta tregojmë këtu që në disa raste të jetës tënde ose në libra që unë kam lexuar këtu nuk ekziston fare filtri apo ka një lloj filtri? Shiko, unë mund të kem filtrat e mia në jetën time të përditshme, duke qenë se jam dhe një qenie sociale, kam profesionin tim, kam marrëdhëniet e mia me të tjerët, por në art normal që jam par filtra, sepse nëse dhe arti vë filtra, atëherë mendoj që nuk është një vepër e vërtet, një vepër e cila i vë filtra vetes vet, një autor i cili vë autocensur vetes vet. Mendoj se do i mungonte një gjë e madhe veprës me këto filtrat. E vërtet. Ne kemi këtu në tavolinë disa nga botimet e tua, pothuajse as të fundit, po edhe të fundit. E fundit fare është Lindur së prapthi. Ajo është e para fundit, po ema e mungesës. Po, absolutisht se kam ndjekur shumë mirë dhe ke qenë lart e poshtë këtu dhe përtej diasporës me botime dhe me promovime dhe me lobimet ka shqip librit dhe librave konkretisht të tut. Si ka qenë emocioni në këto libra, besoj i veçantë, asnjë libër nuk besoj që ka pat një emocion promovimin sikurse tjetri, po themi. Jo, patjetër. Romani, sidomos me roman që vija dhe për herë të parë, dhe njerëzit janë të prirur ndaj prozës. Dhe romani flet për personazhin e një vajze të vogël që rritet dhe që derisa arrin moshën e pjekurisë, e cila shkon paralel me kohën e komunizmit deri në rënien e bustit. Dhe ajo provon gjitha dhimbjet e rritjes. Pra, mua ma kanë pëlqyer shumë të rinjt këtë roman, sepse e kanë gjetur te ky roman dhe te ajo shprehësi ndjesisht që kam pasur unë aty, edhe thonë, po, edhe ne, megjithëse nuk e kemi jetuar komunizmin, po këto gjëra na ndodhin edhe ne në kohën e sotme. Pra është ajo përballja me mungesën e lirisë, se individi vjen i lirë në këtë botë dhe pastaj fillojnë gjitha institucioni familjar, institucioni arsimor, gjithë institucionet e tjera, politika, gjithçka tjetër, na heq një cop nga liria jonë. Dhe pikërisht romani flet për këtë gjë, për dashuritë e para, për emocionet e para të një vajze, dhe një vajze e cila nuk bëhet asnjëherë viktim, përkundrazi, edhe kur u mbet të dashurin që adhuronte, ajo thoshte, po mirë, thoshte, unë do vazhdoj përpara. Pra nuk ka fare të viktimizim. Kjo është gjë shumë e mirë. Çfarë dua të them? Është një kopertinë që sikur se ke vendosur titullin Lindur së prapthi dhe titulli këtu fiks për së prapthi. Atë ka zgjedhur dizajnerja, patjetër. Çfarë në kupton Lindur së prapthi? Është një lloj bullizimi që ti mund ta kesh brenda familjes tënde. Normalisht aty tregohet ecja me duar dhe me këmbë të lartë, sepse ashtu ka lindur
kjo vajzë dhe në fëminin e saj ja ulin këmbët poshtë dhe ja vazhdonte të ecte me duar dhe me këmbët lartë. Është simbolik, është rebelizëm i cili fillon që në fëmijëni dhe pasaj forcohet gjatë rritjes së saj. Pra një personazh i cili shkon kundër rrymës, po jo se shkon prej tekave, që unë dua të jem ndryshe nga të tjerët, jo prej snobizmit, po që shkon kundër rrymës prej rebelizmit, që është një ndryshim shumë i madh. Rebelizmit, revoltës, ambicjes, patjetër, që për të kriju identitetin e vet, që të mos jetë te ajo ushtria e njeriu të ri që na thonin ne duhet të ishim në kohën e komunizmit. U kriju një ushtri e tërë me njerëz të cilët ishin si ushtarët e partisë. Dhe gjithë arsenal botimesh, në gjithë arsenal dedikuar letërsisë tënde të jashtëzakonshme artistike, po do të thosha edhe pak provokuese, tendencioze dhe seksuale, sepse shikoj aty këtu disa nuanca shumë provokuese se mënyrës se si shkruan dhe se si ti arrin me një mjeshtëri të jashtëzakonshme të përcjellësh një lloj intimiteti artistik që askush nuk e bën dot më shumë se sa bëm mjeshtëria e penës tënde. Shiko, me këtë më pëlqeu sepse më kujtove një shënim kur e kam çuar librin Vrima për ta botuar në Francë me përkthimin e Luan Ramës, edhe nga bordi erdhi një shënim që ne pranojmë ta botojmë librin dhe që është një fill e ndan, është një fill shumë i rrezikshëm që ndan atë pjesën e artit, provokimit artistik me atë pjesën që njerëzit mund ta shohin edhe si një vulgaritet. Dhe shkruajnë atje, poetja e ka përcjellë në mënyrën më të bukur këtë fill dhe na ka sjell artin, na ka sjell erotizmin si filozofi dhe erotizmin në jetë. Pa erotizëm nuk ka jetë, nuk do ishim ne. Nuk do ishim duke folur, nuk do ekzistonim pa këtë lloj erotizmi. Gjithë njerëzimi, po dhe ne dyja që po flasim sot. Po, e vërtet. Dua të pyes nëse mundem, sa lexues, po duhet të jem edhe shumë drejt ndoshta dhe ashpër, sa lexues numëron ti Rita për sa i përket letërsisë tënde dhe nëse ke pat i numëron me gishta, apo ke shumë simpatizant. Çdo vit më rritet. Dhe ke ndonjë kritik ose ke ndonjë vrejtje që dikush nga këto lexues që të kanë ndjekur hap pas hapi në botimet e tua letrare, të ka tërhequr një vrejtje ose të ka thënë që ke ndonjë lexues kritik, po them që s'm pëlqeu. Unë mund të kem shumë, po nuk janë lexues. Janë ata të cilët shikojnë, lexojnë një titull, lexojnë disa vargje jashtë kontekstit. Ata janë kritikuesit e mi. Kush lexon librat e mi, nuk kam kritikues nga lexuesit. Përkundrazi, të gjithë edhe kur kam lexuar poemën e mungesës, të gjithë thonë je frymëzuese dhe ne na mungon një njerëz i shtrenjtë i dashur, po ja që ne marrim një lloj frymëzimi, marrim një lloj optimizmi nga arti yt. Por dhe më pëlqen sepse kam lexues të gjitha moshave. Edhe vajza të reja, edhe djem të rinj, edhe të moshuar, edhe të moshësime, edhe më të moshuar, edhe është shumë e bukur të takojnë njerëzit në rrugë dhe thonë, ti je ajo shkrimtarja që thyen tabu. Dhe këtë nuk është se ma ka vënë kritika, ma kanë vënë lexuesit, ma kanë vënë vetë njerëzit. Normal, unë duke qenë dhe shpesh e pranishme në media, dhe kjo është një gjë që atyre ju ka rënë në sy, kjo e folura ime pa filtra, po jo pa etik. Sepse në natyrën time mundohem gjithmonë të kem etikën ta kem parsore. E vërteta mund të thuhet dhe në mënyrë vulgare, kur ti jep një intervistë dhe mund ta bësh tjetrin ndihet keq dhe mund ta bullizosh me të vërtetën tënde të ashpër, por ka dhe mënyra tjera për t'i thënë gjërat, për t'i thënë më bukur. Qoftë edhe tek këshillat, te mesazhet që më thon për vajzat e reja, për djemtë të ri. Kur thonë qa mesazhi ti ke për këta njerëz, unë asnjëherë nuk jap mesazhe që të fyej dikë, të përjashtoj dikë, ose të them që se brezi jon ishte brez revolucionar, ishte ndryshe, ky brez nuk është i tillë. Nuk i përdor asnjëherë këtë gjë. Dhe këtë e kam shihur nga vajza ime. Se si duket ndonjëherë në ndonjë intervistë kam thënë në kohën tonë, në moshën tonë, që është normale ta them, mos thuaj asnjëherë, në kohën tonë dhe më tush, po mos thuaj asnjëherë në moshën time tani, skepse ju tregon njerëzve moshën, ti trego atë që mendon ti. Dhe thash, po që ka të drejtë kjo. Se jo vetëm ne i mësojmë fëmijët, dhe fëmijët na mësojnë ne. Po, absolutisht. Shiko, prindërit mi nuk është se pranojnë shumë, me thënë të drejtën, kritika, ju dëgjoni, por nuk është se mësojnë dhe një gjë të madhe. Shiko, në thellësitë vetes ne i pranojmë. Sidomos kur e ndjejmë që po,
ju keni drejt, jo se nuk i pranojmë. Po mbase është ajo, edhe mënyra si na kanë edukuar ne që tani është koha jonë. Tani ne jemi prindërit, ne tani jemi ata që s'kemi bërë kur gabime, tregojmë një lloj hipokrizie përpara fëmijëve tanë. Rrallë prindërit tregojnë për mëkatet e veta para fëmijëve. E vërtet është kjo. Duke qenë se jemi këtu tek erotizmi, tek intimiteti, tek dashuria. Dua të pyes, a ekziston vërtet dashuria dhe në librat e tua kam parë shumë herë prezente dhe dashuroj më shumë në atë kohë, dashuroni në atë kohë apo aktualisht? Shiko, dashuria është gjëja më e mrekullueshme. Ka njerëz që thonë që janë skeptik ndaj dashurisë, e quajnë si diçka që mund të ekzistojë vetëm në libra, po për fatin tim unë kam provuar dashuri që është tamam si në libra. Dhe tamam si ai romani Kufiri, që e ka shkruar shumë vite përpara partneri im me një shënim që asnjëherë nuk e kisha menduar që në këto ne dimri të ulesha dhe të shkruaja këtë histori dashurie. Është vërtet një love story, nga ato që do kisha shumë dëshirë të bëj edhe film, sepse libri ka shumë imazhe dhe do t'ja plotësoj dëshirën si amanet. Se të dy e kemi pasur dëshirë që ta bëjmë film. A ndjesh dashuruar? Ndjehem sepse ka qenë gjithmonë e pranishme dashuria ka unë. Kështu që ndjehem, ndërsa ndryshime. Dashuria është gjithmonë njësoj. Vetëm ndryshim është mënyra, forma, si dashuroni ju të rinj, ju jeni shumë të lirë se ne. Ne edhe kur binim në dashuri, flas për brezin tim, nuk kemi pasur mundësi, nuk kemi pasur se shikoj që të zhvillohet dashuria duhet në vendin e dur, në kohën e dur, t'i kesh gjitha. E si thoshte dikush që e gjeta të dashur, po s'kisha një çelës. Ndërsa ju keni tani mund shkoni ku doni, të dashurojeni, të krijoni lidhjen intime, gjë që për ne ishte vetëm te kodrat e liçenit artificial që takoheshim ke parku i madh aty, edhe që e bukur, nuk e di se me kë isha duke biseduar dhe tha duhet të mbushet parku plot e për plot me skulptura njerëzish që puthen sepse ashtu aty është zhvilluar dashuria. Gjithë romanca, gjithë dashuria. Paktën ne që jetonim në Tiranë, po me siguri edhe në qytetet e tjera, çdo qytet ka pas parkun e vet. Dhe të vjen gjëna që nuk ke shifte që puthen në këto parqe. Se skulpturat që kemi ne në rrugë gjithandej janë më shumë skulptura ose gratë forta ose skulptura në kohën e luftës ose burrat shquar, po nuk shef këto. Këtë erotizmin e bukur që e gjen në gjithë botën, në parqet e gjithë botës. Po pse ka ardhur kjo? Si mendon ti? Sepse nuk i kemi dhënë rëndësi asaj gjëje. Kemi dhënë rëndësi temës patriotike, nacionalizmit, më pas ju dha 50 vjet, një gjysmë shekulli i dha rëndësi njeriu të ri, gruas të fuqishme me kazëm në dorë, burrit me pushkë, e gjithçka tjetër. Kjo ka qenë dhe imazhi. Ky ka qenë imazhi i kohës socializmit. Unë gjithmonë sa herë që flas dhe diskutoj për ty dhe kur lexoj dhe vetë njëkohësisht, absolutisht është e pashmangshme mënyra se si e romantizon dhe përkëdhel dhe ellaston dhe e bën atë mënyrë të folurit shumë sensuale, por realisht është shumë të butë e përcjell. Dhe është presente. Të ka kushtuar, domethënë sa kosto ka patur kjo mënyra e drejt për drejt artistike seksuale që ka arritur të përdorsh nëpër libra. Si ka pasur kosto para gjykimit. Gjithmonë ke kosto, gjithmonë ke paragjykime, se ty duket që mbasi e ke shkruar librin, ty duket sikur ke dalë lakuriç përpara të gjithëve. E shikon pra ja këtë do të thosha. Patjetër, ajo ekziston drojtja kur ti e boton librin. Por misioni im si poete, si shkrimtare e te kalon. Jo se te unë nuk ekziston frika apo ndrojtja. Po ai mision që i kam vënë vetes e te i kalon këtë frikë. E sfidon. Edhe ti ecën përpara dhe megjithëse mund të të shajnë e të të gjykojnë, prap ti vazhdon dhe thua unë do bëj punën time, do e çoj misionin tim deri në fund. E vërtet kjo. Tani, le të kalojmë në një se themi një këndvështrim tjetër tek shoqëria. Hedhim këndvështrimin aty dhe shikojmë që prej shumë vitesh ti ke një lidhje shumë të ngushtë ose jo të ngushtë, nuk e di se sa aq sa e ke treguar në media, po themi, me Mimoza Ahmetin. Së fundmi ishte edhe fituese tek Ferma VIP edhe mësojmë shumë, mësuam të gjithë, patjetër. Në një sekret tëndin që ti ja mban asaj dhe nuk e keni treguar ose dhe mund të ndahet midis nesh diçka që
juve ju ka lidhur kaq shumë, dua të më tregosh si ka ndodhur që ju ka lidhur kaq shumë kjo miqësi, ky lloj komunikimi përveç librit. Përveç librit. Ka diçka tjetër për tek kësaj? Po, për tek kësaj është ajo kënaqësia e të qenit bashkë me mozën sa e ri. Moza qofte pina apo se pina të gotën me verë, se kur e pin gotën me verë bëhet akoma më fantastike siç bëhem edhe unë, se na pëlqen pim një purotol apo një gotë verë, dhe që janë momente shumë bukura, ose kur unë i them ndonjëherë mozës dëgjoj, se unë njifem, më pëlqen jeta e natës. I them do dalim, do shkojmë te një pub, thot moza unë se kam qef atë, po pse jo? Do vi dhe do i bëjmë bashkë. Okay. Do me thënë, e kemi gjetur këtë gjuhën e përbashkët për të bërë gjëra që mua edhe mund të mos i pëlqej dhe i bëj për mozën, siç e bën dhe moza për mua. Unë mendoj që një shoqëri e vërtet, shikon, ne gjithmonë e gatrojmë dhe themi shoqet ngushta. Edhe mozën po ta pyesësh do thotë si jemi shoqet ngushta, sepse ne konceptin e shoqes ngushtë e kemi që ti të tregosh çdo gjë. Është ajo, hape barkun dhe tani po tregon gjithçka. Ne kemi një shumë për të respektu atë miqësinë që kemi me njëra tjetrën dhe për të mbajtur edhe disa sinor. Dhe pra kemi respektuar atë shoqërinë artistike. Jemi shoqja arti, që mund të bëjmë një aventurë bashkë, po për hir të artit, jo për hir të diçka tjetër. Dhe atje nuk kemi futur në mes as familjen dhe as një gjë tjetër. Do me thënë, dhe bisedat që bëhen, nuk bëhen se unë kam nevojë t'i tregoj një të fshet mozës ose moza mua, absolutisht. Ato bëhen për t'u parë nga një këndvështrim tjetër dhe për të diskutuar mbi fenomenin. Pra, dhe kemi dhe një gjë që ne nuk e gjykojmë. Për shembull, njëra tjetrën në kuptimin e asaj, ty të pëlqen kjo, mua nuk më pëlqen kjo, sepse mendoj që unë vetëm kur një shoqe, këtë e kam dhe me shoqe tjera, sepse ne krijojmë një lidhje varësie. Është shoqja ime kjo, shoqja ime ngushtë, edhe ajo nuk duhet të ri me atë që nuk më pëlqen mua, ajo nuk duhet ta bëj këtë bisedë, mua s'më pëlqen mënyra si është lyer, mënyra si ka pre flokën, mënyra si është veshur. Tek ne nuk e kemi me mozën këtë gjë. Do të thonë respektojmë, ajo ka stilin e vet, unë kam stilin tim. Tek lirshmëria juaj që keni arritur të konsolidoheni për sa i përket edhe ta tashoni aty tek arti, ta mani shoqërinë. Po, ai është thelbi. Keni pasur raste që keni dalë dhe jeni frekuentuar. Patjetër. Kemi bërë dhe një postim që është bërë viral, patjetër, kur kemi ndenjur bashkë. Unë është e çuditshme, domethënë të dëgjoj që dy shkrimtarë, dy poetë të famshëm e frekuentojnë jetën e natës. Domethënë, shikoj, jo se ka ndodhur shpesh, po shikoj, mua më ndodh, unë jetë natë i quaj vajte në një klub, në një pub, atë quaj jetë natë për veten time dhe që më shijon. Sepse edhe besoj që moza dhe kur ka ardhur, se i kam thënë unë, se e ka shprehur dhe vetë, që nuk jam shumë për jetë natë. Ama nëse është në oborin e një shtëpie, se ne kemi dhe shtëpi private, edhe ajo është gjë e bukur kur e bën. Dhe jep një mesazh dëgjose dhe gratë në moshën tonë, ja një postim që bëm ne para sa kohësh, dhe gratë në moshën tonë mund të kënaqen si juve të rejat, megjithëse moza asnjëherë si pëlqen thua gratë në moshën tonë, ne jemi treja. Ne jemi treja. Ajo flirtoni juve, ajo ngacmojnë çunat, moza na ngacmojnë çunat. Absolutisht jo, as kam parë ndonjëherë përkundër na flasin me një adhurim të jashtëzakonshëm. Kush na njeh? Edhe na flasin me adhurim, as se kam vënë re ndonjëherë një gjë të tillë. Moza është ajo që e kemi parë te ferma, është e njëjta dhe jashtë dhe brenda, sepse aty kemi parë flirtuese, aty kemi parë ngacmuese, aty kemi parë provokuese, aty kemi parë guximtare, aty kemi parë tendencioze. Shiko, kjo s'do thotë gjë që pse po flirtove që dhe po nuk flirtove s'ke ke guximtare. Flirtimi ka të bëjë me atë që të pëlqen apo nuk të pëlqen ta bësh një gjë të tillë. Sepse është një kënaqësi të dëgjosh një muzikë dhe të pish një gotë verë apo një whisky, diçka që mund të pëlqen. Kjo gjë ta bëj dhe kjo s'do thotë gjë se po nuk flirtove s'ke njeri i guximshëm. Është çështje zgjedhje lirie, çështje dëshire qefi, por nuk e kam vënë asnjëherë. Ta admiroj shumë të avangardën e vendimit tënd jashtëzakonisht shumë. Tani shndroj edhe pak fare tek pjesa e mozës kur fitoi Fermo VIP dhe i erdhën vajzat aty dhe i bën ato surprizat e veta artistike. Çfarë vura re në rrjetet sociale ishte se të gjithë admiruesit, fansat të themi, që e kanë ndjekur Fermo VIP dhe mozën konkretisht, kanë vënë re që moza kishte një lloj ftohtësie me vajzat e veta, që të cilën e vënë re të gjithë ata që
e donin mozën, admironin dhe e kishin fanse, po themi. Ishin fanse të saj. Njerëzit shohin njerëzit shohin vetëm atë që duket. Atë që nuk duket, nuk e analizon njeri. Sepse ajo që duket është gjëja më e kollajshme për ta analizuar. Ti shikon edhe shikon një dhe thua çeka e bukur, çeka e shëmtuar, futja kot. Ndërsa ta vrasësh çik mendjen, ne nuk mendojmë edhe për emocionin e saj, nuk mendojmë për hutimin e saj, nuk mendojmë për atë lodhje të madhe që ka ndenjur dhe ka dhënë gjithë ato mesazhe për njerëzit, po me njëherë gjykohet që ishte e ftohtë, mund të ketë qenë shumë e hutuar, edhe as e diskutoj që ka qenë e tillë, jo e ftohtë. Sa ajo edhe kur u takua me mua te ferma, ne nuk bëm atë që bën të tjerët, wow. Njerëzit janë të ndryshëm. Njerëzit e qajnë kur takohen. Unë nuk jam tip që qaj, po dhe moza nuk është natyrë që qajnë. Kështu që nuk do thotë gjë fare kjo gjë. Nuk duhet i masim gjithmonë njerëzit me të njëjtin metër. E vërtet. Tani, ne do të kalojmë një rubrikë shumë të këndshme, që është po dhe jo. Dhe kam disa pyetje shumë të bukura, që besoj, nëse don ti argumentosh, mi argumento. Nëse nuk e ndjen që ti mi argumentosh, më thuaj po ose jo. A ke patur konflikte me kolege, për sa i përket botës artistike? Në Jo botën vetëm në raportin e punës në Albas edhe aty. Jo, në botën artistike patjetër, po nuk ju kam shkuar deri në fund. Kur është për çështja arti, kam shkuar, po jo konflikte që të shajmë njëri tjetrin, arti jo të vlen apo nuk vlen. Nuk i ushqej këto lloj konflikte. Si arrin ta menaxhosh inteligjencën emocionale, si arrin ta mbash atë nervin e impulsit E mbaj. nervozus? Unë e mbaj, nuk di ta shpjegoj shumë, po kam një parim që kush më sulmon, nuk e kundër sulmoj, vetëm them Rita vazhdo dhe përgjigju atyre që të sulmojnë, atyre që janë skeptik me ty, atyre që të shajnë, përgjigju me punën tënde dhe me ato vepra që bën. Ja, kjo është përgjigja ime. Dhe kjo më ndihmon shumë për të qenë shumë e qetë, dhe në momentet më të këqija, kur më kanë sharë apo kur më kanë sulmuar. Sidomos tani që u zgjodha dhe poete laureate, kishte shumë njerëz që më duar trokitën, kishte edhe një pjesë që ishin skeptik. Unë vazhdova punën time. Dhe sot ata e kanë parë se çfarë punësh kanë bërë, se poeti laureat është një mision për të afruar poezinë, sidomos te trinj, te lexuesit, dhe e kam kryer shumë Gjithë mirë. ke kryer në mënyrë Po, dhe e kam kryer shumë mirë. përsosur. Po. A do bëje një tekst muzikor për Klevion ose Noizin, po themi? Pse jo? Ti një personazhe. Pse jo? Në qoftë se patjetër që i njoh, patjetër që i njoh, dhe nëse do më kërkoj një gjë e tillë dhe do dëgjoja edhe muzikën e tyre, patjetër Ata pse jo. këndojnë rap, kështu. Po, unë kam sidomos tek libri Shija Instiktit, tek librat e mi kam një botim Guxo mos më duaj prap, që është një poezi fantastike aty, mos e vrit veten as këtë natë, që është tamam për shkrimtarët dhe poetët dhe këngëtarët e vetmuar, që do doja shumë për shembull që të bëje një këngë fantastike që i shkonte shumë muzikës rap. A ke tradhtuar ti Rita? Shiko, këtë nuk dua t'i Një përgjigjem argumentove të bardhëzi. gjitha? Nuk dua t'i padashje. përgjigjem bardhëzi. Po. Po njeriu gjithmonë ka një lloj tranzicioni kur i duhet të zgjedhë midis dy njerëzve, dhe në këtë tranzicion mund të them po. Por ama hyke njerëzit që kam një karakter të fuqishëm, që kur e vendos atë gjë nuk jam hipokrite që të bëj paralel disa gjëra. Gjithmonë është një tranzicion. Nëse kjo quhet tradhti, e mbaj mëkatin përsipër. Por ama vjen një moment që unë vendos. Jam shumë e kam shumë guximin për të vendosur. Ka shumë gra të cilat vetëm flasin dhe asnjëherë s'marrin vendime. Dhe ndonjëherë i them dhe njerëzve të mirë e të qartë, kot vetëm shani, vetëm kritikoni burrat, merrni vendime nëse janë për të marrë vendimet. A të kanë tradhtuar ty Rita? Unë nuk e di. Edhe mundet, unë nuk di gjë. Çfarë shije ka tradhtia E nëse? di pse e thash këtë gjë. Sepse unë kam qenë gjithmonë e lumtur me mashkullin, me partnerin që kam pas në krah. Dhe kur ai më ka plotësuar, nuk kam nevojë që të jem xheloze, dhe as merrem fare me atë gjë. Kuptoj. Dhe cila nga këto poezit
është lidhje personale e drejt për drejt që lexuesit e kanë ndjerë ose e kanë kuptuar. Ke ndonjë poezi konkretisht te libri Vrima po themi këtu? Shiko, kam një poezi, më jepni bekimin tuaj, po e kam tek libri Shija e Instiktit, dhe këtu poshtë këndohet live, është një cikël, dhe aty është gjithë ideja është që baba të kam tratuar, sepse mere me 3 meshkujt e jetës sime, babai, buri i dashuri. Baba të kam tratuar dhe ka kohë, sepse quhet që lidhja e vajzës me babain është shumë e fuqishme. Pra është një lidhje dhe simbolike. Burr të kam tratuar ka ca kohë dhe i dashur të kam tratuar që dje dhe tani s'kam çfarë të bëj, tani më duhet iki dhe të gjej katarsis, të pastrohem, të ngjitem në majën e një mali të lartë ku jeton dhia e egër vigjëresh. Në çdo kohë ne kemi nevojë që të rrim me vetveten, të pastrohemi nga me mendimet, të gjykojmë në radhë par veten për veprimet që bëjmë dhe pasaj tjetrin, dhe unë do të thoja që asnjëherë s'do kishte as raste dhune, as raste arrogancë, qoftë fizike, qoftë dhunë që përdorin sidomos meshkujt, dhunë edhe mendore, shpirtërore, psikologjike, nuk do ekzistonin nëse ne do ishim njerëz që do gjykonim veten për gjithçka që ka ndodhur dhe pasaj tjetrin. Po çfarë ndodh, ne gjithmonë gjykojmë tjetrin dhe veten themi jemi gjithmonë të pafajshëm. E vërtet. Unë Rita të falenderoj jashtëzakonisht shumë për mënyrën avangarde të menduar, të shprehur, të mënyrës se si depërton dhe e përcjell fjalën tek të gjithë të rinj dhe jo vetëm, dhe sa mirë që të rinj përqafojnë librat e tu dhe janë prezent librat e tu në çdo bibliotek, po themi. Jo tek të gjithë shqiptarët, por mirë është sepse misioni jote është të jesh çdo ditë më shtojnë lexuesit. Dhe aq më tepër vjen dhe vera tani dhe më vjen mirë që shumë janë të interesuar madje edhe për nënshkrimet e librave. Po unë kam marrë disa nënshkrime të tua, kështu që unë e vlerësoj shumë. Faleminderit edhe një herë gjithë kohë nga jeta jote për ta ndarë këtë podcast pa filtra. Faleminderit Radar, faleminderit Gjiliona. Dhe u pafshim dhe mirë dëgjofshin në misione akoma dhe më dha dhe më të bukura dhe u lartësotëm shumë akoma emri yt. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne mbyllim këtu në pa filtra dhe ne u takofshim në episodin e radhës. Pafshim.